Degët profesionale 2 vjeçare kanë shënuar prurje të lartë të aktivit akademik në Universitetin e Gjirokastrës. Në këtë auditor janë ulur ata që kanë zgjedhur degën asistent administrativ në shërbime turistike. Për Ani Mahmutaj është fakulteti i dytë. Përmes këtij programi ai dëshiron të zgjerojë njohurit e tij në fushën e turizmit. Unë kam mbaruar në universitet në 2021 për gujtë turistike dhe kam punuar në një agjenci turistike si ndihmës, le të them, për të marrë eksperiencë, sepse të shtoj më shumë kurrikulum CV-s time dhe të marrë më shumë eksperiencë në çdo lloj fushë të lidhur me turizmin. Vijnë nga zona të ndryshme të jugut dhe duket se të ardhmen duan ta ndërtojnë duke u angazhuar në sektorin e turizmit. Unë kam zgjedhur këtë universitet për të asistente administrative, sepse e di që ka vende pune shumë të mira dhe ka për një eksperiencë më të mirë. Aktualisht ku punoni? Në Sarand, turizëm. Është një degë që më përshtatet edhe për vendin e punës që jam, që jetoj në Sarand. Nga vini? Nga Tepilera. Këtë degë keni zgjedhur? Asistent administrativ. Është një program 2 vjeçar. Këtë zgjedha se kisha dëshirë. Shpresoj ta kaloj me sukses. Vi nga qyteti Përmetit, më pëlqente kjo degë dhe zgjodha. Mendoj që është dega që mund të përshtatet më mirë se degët e tjera. Jemi më afër tregut të punës me këtë degë. Universiteti i Gjirokastrës ofron 5 programe profesionale 2 vjeçare, ku vetëm në asistent administrativ në shërbime turizmi, këtë vit janë regjistruar deri tani 35 studentë.